Problem tjetër i Shqipërisë janë ata që blejnë produkte që janë afër afatit skadencës, i futin në Shqipëri sepse nuk kanë skaduar, dhe pastaj i blejnë me çmim të ulur, se janë afër afatit skadencës, dhe këtu i shesin me çmim të lartë sepse ndryshojnë datën e etiketën. Ky është krim. Po, dhe me të vërtet, me shumë respekt për punonësit e policisë rendit, duhet të theksoj këtu që në 90% të rasteve që janë referuar si problem prokurorisë, 90% të rasteve janë të kapura nga policia, jo nga akuja. Është punë e mirë e punonësve të rendit. Një punonjës, cili do qoftë, një punonjës e administratës publike, po edhe një drejtues biznesi, edhe një punonjës në sektorin privat, duhet ta shohë veten të futur në një kornizë. Dhe ajo korniza ka 4 brinj. Edhe ato brinjët janë etika, morali, ligji edhe besimit e Zotit. Nëse je brenda këtij kuadrati janë rregull. Ama sa më shumë largohesh nga këto, aq më pak në rregull je me veten tënde. Ke dal nga korniza. Ke dal nga korniza dhe si në rregull me veten tënde radh parë, pastaj llogarit fëmijët e tu, nipat edhe mbesat e tu, se normal, do ke edhe fëmijë, ke edhe nipat e mbesa, ose të afërmit e tu, shoqëria, të cilët dëmtohen nga papërgjegjshmëria jote që punon atje që ke dalë nga këto kornizat, nga detyrat dhe përgjegjësitë që të ka caktuar institucioni.